Tani, ju thëtë që me presidentin Duka, po boni bashkimin kombëtar ndërmjet futbollit. Po. A është ke shteti shqiptar dhe ke shteti Kosovës, ky vullnet për një bashkëpunim të tillë? Mu më duket se jo. Pra sporti keni drejt po i bashkon biles. Unë kam thënë dhe tjetër përpara që futbolli shqiptar na ka fut në Europë, kurse ne akoma jemi larg. Pajtohem me këtë konstatim dhe bashkimi kombëtar, do të thonë, ne gjithmonë e dim se bashkimi kombëtar nuk do të varet nga komuna Bujanovci, ta do të bëhet apo jo. Se po të ishim varur nga komuna jo, ne do të kishim bërë. Po them në mënyrë simbolike. Okej, po. Ne kemi pas takime të ndryshme me të gjithë liderët politik Kosovën në Shqipëri. Të gjithë na kanë thënë se qendra juve është Beogradi. Ju duhet në Beograd kërkoni më shumë të drejtat, kërkoni më shumë fonde, kërkoni projekte. Mirë, po këtë askush nuk na ka thënë publikisht. Na kanë thënë në për takime me dyert të mbyllura. Askush nuk e thot publikisht. Nuk e thot publikisht. As ky nacionalisti dhe ky i bashkimit kombëtar, kryeministri, askush nuk e thot publikisht, dhe kjo neve na vu me një pozitë shumë të keqe. Për shkak se nëse ne dëshirojmë të integrohemi, pastaj në thojza ne jemi bashkëpunëtor të Serbisë. Në anën tjetër na thonë se ju duhet kërkoni më tepër atje. Kështu që jemi me një situatë ku her pas here neve na ka përdor edhe Kosova, edhe Serbia për interesat veta politike. Po Shqipëria? Për shkak të raporteve, të jem korrekt, jo, Shqipëria nuk na ka përdorur për Ju interesat përmendët pak më parë Erion Velin që e ka fut në komunitetin? Po, në Unionin e Bashkive Shqiptare. Në Unionin e Bashkive Shqiptare. Po, madje Bashkia e Tiranës ka nda edhe një fond prej 500.000 euro për ndërtimin e një palestre sportive në një shkollë në Bujanovc, ku shumë shpejt do të fillojnë punimet pasi ka përfunduar procedura e tenderimit tash. Do të thonë, kryetari i Bashkisë Tiranës, Erion Velia, se aktualisht është kryetar bashkia akoma. Nuk e di këto procedurat, po di që ka pas një iniciativë për shkarkim. Me ligje është akoma kryetar bashkie. Nuk është shkarku, biles javën që vjet ndahet nëse merr vendimin gjykata lart, po ka qenë bashkëpunues me ju dhe ju ka ndihmuar edhe për financimin e shkollave apo palestrave apo ku e diun. Po, ka qenë, do të thonë, shumë bashkëpunues. Ne kemi pas disa projekte të përbashkëta. Unë nesër do të kem një takim me drejtoreshën e Unionit të Bashkive, zonjën Andriola Kambo, ku do të kemi edhe një projekt lidhur me inovacioni, po nesër do të flasim edhe për detajet. Kështu që ne kemi bashkëpunim të sinqert dhe shumë korrekt me Bashkinë e Tiranës dhe me Unionin e Bashkive Shqiptare. Ndërsa në anën tjetër kemi edhe fondin i cili qeveria e Kosovës e ndan për Luginën. Në vitin 2022-2023 deri tash ka filluar me 2 milion dhe ka arritur deri në 4 milion që t'i fus në vijë buxhetore. Mirë, po realizimi nuk është bërë as gjys. Dhe e vetmja herë është kur në vitin 2023 ky fond u shpërnda dhe pra përfituan personat të cilët pak më herët thash, bashkëpunëtorët e një partie politike apo aktivistët e një partie politike dhe në një farë forme përmes organizatave jo qeveritare dhe ato 2 milion euro u keq përdorën atje te na qytetarët këdo që e pyet thonë i vodhën, mirë po më thon u keq përdorën sepse nuk e di. Po thonë në mënyrë etike po i vodhën. Shqip i thuhet ashtu po. Normalisht ato 2 milion euro nuk janë pak mund të investohen për shkolla, për palestra, për rruga, ato shkuan në infrastrukturën të militantëve të vetëm një partie politike. Një partie politike që është partia e Albin Kurtit. Që është partia e cila bashkëpunon me Albin Kurtin e që është partia e Shejp Kamberit, deputetit aktual në Parlamentin e Serbisë. Qartë. Domethënë, Albin Kurti paguan njerëzit cilët bashkëpunojnë me Serbinë për të qenë në favor të Albin Kurtit. Albin Kurti ka pagu, tash nuk e di qëllimin. Jo, qëllimi deli qartë. Mjetet të cilat qeveria e Kosovës i ka nda për Luginën kanë shku në xhepa të militantëve të një partie politike e cila është e afërt me Albin Kurtin. Dhe kush i gjykon këto njerëz për këtë korrupsion dhe për këtë vjedhje? Po nuk e di, duhet ndoshta ato janë mjetet të taksapaguesve të Kosovës. Kështu që s'ka kush gjykon. Kështu që Serbisë intereson vetëm TVSH-ja paguhet. Kur ato mjete hapëron. Si vjen mirë që këto i vjedhin edhe nuk i përdorin për ngritjen e shkollave apo të nivelit. Ajo është lloj donacioni dhe në këtë pikë nuk intereson. Tanë duhet më thonë s'na i kanë fajin serbë, të kemi fajin vetë. Po gjithmonë shqiptarët më tepër vetë kemi fajet. Po jemi mësuar të lëm të tjerëve.